Pjesa e dytë e emisionit tona gjithmonë ju kushtohet të ftuarit tana. Ka njerë që e shojnë arsimin si punë, por ka edhe të tillë që e jetojnë atë si mision. Njëri prej tyre është profesor Dr. Bekim Fetaj, rektor i Universitetit Nën Tereza në Shkup, studiues, inovator dhe tashmë autor i 2 librave që po pasurojnë literaturën shkencore në gjuhën shqipe, hyrje në programin dhe në web programimin. Dhe këtu me mua sot në studio kemi profesor Dr. Bekim Fetajin, njëkohësisht dhe rektor i Universitetit Nën Tereza. Mirë se erdhët, profesor. Mirë se gjithë. Atëherë, ju jeni njohur si një akademik me përvojë të themi të gjatë dhe tashmë dhe si rektor i Universitetit Nën Tereza. Si lindi ideja për të shkruar këto 2 libra pikërisht tani? Këto 2 libra përdoren si tekst mësimdhënie në lëndët po me të njëjtin emër, hyrje në programim në semestrin e parë, pranë Fakultetit të Informatikës, dhe libri web programim në semestrin e tretë. Të 2 drejtimeve që e kemi në Fakultetin e Informatikës, në drejtimin shkencë kompjuterik dhe drejtimin informatik. Tanë kohës këto materiali kam zhvilluar, dhe më thonë këto 9 vite që i mbaj këto 2 lëndë, këto pranë fakultetit, janë krijuar dhe këto materiale janë përdorur dhe ndryshuar, dhe më thonë janë gjithë detyra origjinale që janë krijuar për nevojat e mësimdhënies. Dhe njëkohësisht janë kyçur edhe studentët, mendimi i studentëve, dhe më thonë në fund, sidomos nga këndvështrimi studentëve ishte me rëndësi, i kam angazhuar edhe vitet e 4 dhe ato që kanë diplomuar dhe punojnë në për kompani të ndryshme sot. Kam insistuar që ta marrën mendimin e tyre nga këndvështrimi si tash mendojnë ato historikisht në momentin kur e kanë mësuar dhe tash që punojnë dhe mirën me atë gjë profesionalisht. Dhe disa sugjerime të atyre i kam inkorporuar. Kisha veçuar këtu pjesën se çdo student nuk dëshiron shumë teori dhe gjithë teoria është përshkruar brenda detyrave dhe ushtrimeve. Dhe fillimisht një lidhje historike si kemi ardhur drejt te, domethënë, zhvillimet kryesore, që të mund ta lidhin, domethënë, pjesën që mos kërcehet më njëherë në gjuhët specifike, të cilët mësohen në rastin konkret. Hyrja në programim mësojmë C++, ndërsa në web programim mësohet platforma PHP, është gjuhë skriptore me bazat e dhënave MySQL, dhe njëkohësisht mësohet edhe përmendet, domethënë, edhe teknologji tjera. Këndvështrimi i tyre, domethënë, ishte shumë e rëndësi për shkak se çdo detyrë ngërthen edhe pjesën teorike. Domethënë, fillohet me një detyrë praktike, sqarohet detyra dhe çdo aspekt teorik sqarohet brenda detyrës. Dhe në fund këto janë pjesët e demonstrimit gjatë orës së ligjëratave dhe në fund kanë detyra klase, të cilët duhet ti përfundojnë në fund të orës dhe ti dorëzojnë të ngjashëm me ato që sqarohen dhe demonstrohen. Gjithashtu kanë detyra shtëpie, të cilët janë detyra pak më sfiduese, dhe në fund detyra e fundit është ato duhet të krijojnë një detyrë sfiduese dhe ta zgjedhin, dhe normalisht kjo është ajo, domethënë, ku shumica e studentëve e rekomanduan dhe e kemi të implementuar sidomos këto 3-4 vitet të fundit. Të gjithë komentojnë se këtu në fakt mësojnë më tepër. Më tepër, domethënë gjithçka është në brendësinë e librit. Në brendësinë e librit, po. Çdo student ka për detyrë vetë ta krijon një detyrë sfiduese edhe ta paraqesë. Normalisht që ta shkruan një detyrë është shumë më rëndë se sa punon ose të zgjedh detyra tjera, për shkak se që vetë ta parashtronë një detyrë duhet të ketë një pasqyrë të saktë të gjithë detyrave paraprake dhe ti mendon mirë. Edhe ky moment, domethënë, detyra e fundit, ajo sfiduese, është në fakt edhe detyrë kreative ku ato tregojnë kreativitetin e tyre, ka detyra shumë interesante, të cilat ato i parashtrojnë. Dhe në fakt në këtë detyrë ato edhe mësojnë më shumë, cilët janë komentet e tyre dhe sugjerimet e vet alumnit të cilët e dhanë, dhe kjo është ai gërshetimi dhe mendoj pjesa praktike ku në aspekt të përdorimit praktik është edhe i dobishëm në atë pjesë. Profesor, mund të na thoni se çfarë ju shtiu më shumë, nevoja për literaturë, të themi, në gjuhën shqipe, apo dëshira për të sjellë diçka ndryshe në mënyrë, të themi, si mësohet programimi? Unë mendoj të dyja, domethënë, në web programim nuk kemi libër në gjuhën shqipe, hyrje në programim kemi disa libra, mirë po të gjitha janë më të vjetë se 10 ose 15 vitet të fundit.
Mirë po mënyra cilën unë dësha të kontribuoj është mënyra dhe qasja pragmatike, për shkak se kemi edhe ndryshim të sistemit të edukimit, tash prej sistemit të bazuar në fakte, në sistem të bazuar në shkatësi. Edhe këtu, në këto libre, dhe më thënë, gjatë ligjëratës, u demonstrohet, dhe më thënë, pjesë të detyra praktike, aspekti teorik mbrenda detyrës, dhe në fund ato kanë për detyrë tash të tregojnë shkatësitë e tyre çfarë mund të bëjnë me këtë. Faktikisht, matja e shkatësive është inkorporuar edhe përmes inkorporimit të një kvizi, dhe në fund si pjesë, domethënë, të lëndës në përgjithësi kanë edhe një projekt ku brenda këtij projekti duhet të tregojnë shkatësitë kush çfarë ka arritur. Projekti, domethënë, në aspekt kreativ, çdo student e zgjedh vetë. Dhe kjo qasje me këtë ndryshime në sistemin të edukimit globalisht, domethënë prej sistemit të edukimit bazuar në fakte në sistem të edukimit bazuar në shkatësi, mundova të inkorporoj edhe në librat, dhe këto 2 vitet e fundit, domethënë, është bërë edhe një rekapitulim dhe një rindryshim i detyrave. Gjithë detyrat janë origjinale, të reja, domethënë të krijuara apo stafat, domethënë që ngërthejnë koncepte të ndryshme, mirë pa një gjë që janë munduar është që detyrat paraprake të përdoren edhe në kapitujt e ri, me qëllim që studenti të ketë sa më pak të panjohura. Këtë mënyrë kur e njëjta detyrë diskutohet prej në shembull tjetër dhe shtohen këto konceptet e reja, e vërtetë se studentët e kanë marrë lehtë për shkak se flitet për një shembull të ri edhe vetë mund bëjnë krahasim me konceptet e reja me të vjetrat. Sesa kur përdoret komplet shembulli i ri. Edhe këtë mënyrë munduar të përdor si shembujt e parë demonstrues, shembujt e njëjtë, të cilët kanë bërë ndryshime dhe shtoj tankos nga diçka. Pikërisht, në cilin moment të punës uaj ndje që libri po merr formën përfundimtare të themi dhe do të kishin një ndikim real tek studentët? Unë besoj këto 2 vitet e fundit morën formën përfundimtare dhe sipas mendimit të studentëve që kanë diplomuar alumni, me sugjerimet e tyre u dërgova domethënë të printuar një version edhe kërkova që të japin edhe ato mendimet e tyre. Disa rekomanduan që të ketë edhe një hyrje, domethënë si vim si kemi ardhur deri te këto gjuhë, pse këto gjuhë, edhe një argumentim për shkak se studentët kanë nevojë që ta dinë pse kemi zgjedhur këtë dhe cilët janë ato programet më të njohura që janë shkruar në këto gjuhë, sidomos në web programim, pse zgjedhur kjo platformë. Domethënë 2 aplikacione më të përdorur, Facebook, WordPress, i cili përdoret për krijimin e web faqeve, janë të krijuar po në këtë platformë. Platforma është e hapur, nuk paguhet licencë dhe këto sqarime mund sugjerojnë se janë mjaft interesante që të motivojnë studentët të ardhshëm dhe sqaruar edhe pak histori dhe argumentim pse janë këto platforma me rëndësi, ku përdoren edhe në cilët regione, domethënë, për shkak se ekzistojnë regione të ndryshme në Ballkan përdorim tjera teknologjia, në përgjithësi në G8 shtetet më zhvilluar ku licencat janë kontrollohen dhe dënohen nëse s'ke licencë, gjithë fokusimi i tyre është në këto të shtuar software me burim të hapur dhe platforma, domethënë, që përdoren nga ana e klientit dhe nga ana e serverit dhe në fund domethënë gjithë këto sugjerimet i inkorporova në këtë libër. Dhe duhet njëkohësisht të falenderojmë edhe studentëve, të diplomuar, sot profesionistë që punojnë në kompani të ndryshme, që edhe ideja dhe mënyrën se si ato e sqaruan, domethënë më dhanë edhe shumë ide tjera dhe i kanë inkorporuar gjithë. Këtë libër ju gjithsesi e keni shkruar, e keni votuar me ndihmën e studentëve çfarë kërkohet bashkë me studentët. Dhe kjo është një sadopak në konsultim me studentët e ke parë se çfarë kërkojnë ata më shumë, çfarë duan të kenë në libër. Domethënë i kam inkorporuar komplet sugjerimet e studentëve, sidomos këto që veç janë të punësuar dhe janë profesionalisht tash punojnë në kompani të ndryshme. Shkrimi i 2 librave teknik kërkon përqendrim dhe shumë kohë. Si keni arritur, domethënë, ta balanconi këtë proces, të themi, me përgjegjësinë edhe ju jeni edhe një rektor i Universitetit Nën Tereza. Si e keni balancuar? Po, këto libra janë shkruar, domethënë, brenda kohës, flasim për një periudhë 9 vjeçare, edhe janë modifikuar, janë përmirësuar tan kohës. Dhe pjesa më intensive ka qenë këto 2 vitet e fundit dhe këtu është balancuar për shkak se është një gjë të cilën e bëj me interes, i thonë çdo herë kur bashkon hobin, interesin dhe profesionin,
çdo herë ka sukses. Domethënë këto 3 aspekte dhe në kohë të lirë kur s'kam ç'të bëj, domethënë çdo herë i rishiqoj dhe bëj modifikime tjera. Përndryshe jam duke shkruar edhe një libër tjetër për shkencët e dënave, i cili ligjërohet po ashtu në magjistraturë në semestrin e parë, por të njëjtën lëndë të mbaj gjithashtu 9 vjet. Dhe shpresoj së shpejti promovojmë edhe atë libër. Edhe në këtë mënyrë promovohen domethënë disa prej librave me qëllim që pasurohet literatura në gjuhën shqipe për shkak se të shtunën ishën në Panerinë në Tiranë dhe vërejtë se libra të fushës së informatikës, por në përgjithësi në fushën teknike, kishte shumë pak. Gati se nuk ekziston ka mungesë madhe dhe nuk ka interes domethënë që të shkruhen libra. Sidomos mendoj se këtu mund të është bërë një keq prodërim ndonjëherë, mirë po shumica e profesorëve është një rregull që nuk guxojnë të shesin librat e vet studentëve. Dhe këtë mënyrë shumica e profesorëve dhe nuk i bëjnë, nuk mundohen që të argjojnë domethënë gjithë energjinë në shkruajnë e librave të ri. Është tash një kërkesë ligjore që çdo profesor i cili konkuron për thirrjen profesori ordinar, është e nevojshme që të ketë një libër dhe të shkruan një libër për mësimdhënie ose në përgjithësi. Mirëpo, një gjë që e vërej është se shumë pak fokusohen në mësimdhënie, domethënë një libër që do të përdoret për mësimdhënie, shumica e tyre fokusohen në librat që cilët janë në përgjithshmëri në fushën ose në interesin e tyre. Ndoshta duhet të jemi më të kujdesshëm, një profesor të themi një mësimdhënës për të shënuar një libër pikërisht për mësimdhënie. Ndoshta aty është edhe ju e cekët edhe pak a shumë që është se për shkak një profesor nuk mund ta shet librin e tij nxënësve apo studentëve të tij. Por sa duhet jemi të kujdesshëm në atë pikërisht kur bëhet fjalë për mësimdhënie ai libër. Po. Unë zakonisht gjithë librat kopje, domethënë i dorëzoj në librari të universitetit dhe studentët brenda semestrit i marrin kush ka nevojë dhe në fund i kthejnë. Kur nuk i duhet dhe kështu i kanë gjeneratat e ardhshme. Dhe kjo është një mënyrë, një kontribut i joni, mirëpa në shkruajtjen e librave dhe faktori ekonomik luan rol, domethënë kushton një shumë të madhe, printimi, përgatitja, puna paraprakën në librat. Dhe promovimi i librave, domethënë është një proces ekonomik i cili ngarkon dhe buxhetet e profesorëve dhe prandaj edhe ky mund të jetë një faktor që edhe nuk shkruan librat, sidomos këto 10 vitet e fundit. Me këtë qëllim ne jemi në procedurë të bëjmë një rregullore në universitet që për thirrjet akademike profesorëve do të njohim edhe librat të cilët i kanë me recenzent, me 2 recenzent në këshillat e fakulteteve. Dhe i kam përgatitur domethënë si libër mësimdhënie që do të përdoret në suazet të lëndës të cilën ato janë të angazhuar dhe u duhet për thirrje akademike që në formë si PDF do të pranohet si e tillë dhe të uploadojmë online dhe të jetë në qasje falas edhe studentëve. Dhe kjo është një lehtësim dhe një inicim nga ana jonë që profesorët tash të fillojnë të shkruajnë më tepër. Më tepër libra me këtë gjë të kontribuohet në literaturën mjaft pobegët që e kemi për momentin. Profesor, të ndalemi tek libri Hyrja në programim. Si është ndërtuar ai? Libri Hyrja në programim është ndërtuar me koncepte, domethënë fillestare sqarime si është ardhur deri në programim, cila ka qenë makina e parë llogaritse, më vonë si ndryshojnë terminologjitë, domethënë vinte deri te kompjuteri dhe në fund makina llogaritse Bebiqit, domethënë që të futet në lëvizje kishte nevojë për një gjuhë programore dhe këtë gjuhë programore krijon programerja e parë në botë, Ada Lovelace, e cila ka qenë vajza e Lordit Byron, i cili është një prej autorëve të njohur në literaturën angleze dhe ajo konsiderohet si gjuhë e parë programore dhe sqarimi pse si kemi ardhur deri te ajo dhe zhvillimi i gjuhëve programore, më vonë historikisht krijimi i gjuhës B nga Ken Thompson, problemet që kishte kjo gjuhë, sidomos në strukturën e kontrollimit të kodit, dhe për herë të parë Dennis Ritchie nga laboratoriet e Bellit bën një inovacion
me qëllim që sistemin operativ Unix ta bën portabël në platforma të ndryshme hardverike. Ky krijon gjuhën në bazë të gjuhës B, i zgjidh problematikat kryesore dhe propozon gjuhën C, e cila për herë të parë propozon 3 struktura kontrolluese, si të kontrollohet ky kod, dhe ky është inovacioni më i madh i cili bëhet në atë kohë, dhe sot gjithë gjuhët programore i kanë po të njëjtën logjik dhe strukturë të cilën ka propozuar Denis Riçi në atë kohë, dhe kjo konsiderohet si një kontribut më i madh deri tash në këtë sferë. Dhe më vonë ka inovacione, shtohen pasurohet kjo gjuhë dhe krijohet gjuha C++, e cila mendohet se ka plus librari digjitale, plus klaset, plus koncepte të reja, nga Bjorn Strostrup. Dhe sqarime kush ka qenë Bjorn Strostrup, edhe ky ka qenë në Bell Laboratorit, si është kontribuar në këtë, edhe mendoj se kjo ka qenë rekomandimi i vetë studentëve që të ndërlidhet të shifet edhe pak edhe historia si janë krijuar këto, dhe rrethana dhe kushtet. Kanë të bëjnë mjaft me, domethënë, mënyrën që ta kuptojnë si kemi ardhur, domethënë, deri te këto gjuhë programore dhe pse kjo gjuhë. Edhe hyrja në programim në fakt është krijuar në atë mënyrë që të jetë e bazuar në detyra të ngjashme në çdo kapitull të ri, ku shtohen edhe këto koncepte të reja, me qëllim që të mbahet sa më e thjeshtë dhe më e kapshme edhe për personat që për herë të parë nuk kanë pasur, domethënë. Ideja është që në libër çdo gjë trajtohet prej në zero, domethënë nuk kërkohen paraprake për programim ose për njohuri të informatikës, për shkak se kemi edhe studentë që regjistrojnë për herë të parë për drejtime të tjera. Domethënë çdo gjë fillohet prej në zero edhe ndërtohet në suazet e lëndës. Profesor, mund të na thoni se çfarë e bën të themi të veçantë nga tekstet e tjera të programimit këtë libër? Unë kisha thënë inkorporimi i pjesëve praktike edhe në sqarimet e teorisë, por njëkohësisht edhe detyra sfiduese dhe kreative që inkorporon dhe kërkon nga studenti, domethënë një angazhim më të madh, që të mund të shkruan ai vetë një detyrë sfiduese, ai duhet ta dinë tematikën. Që ta dinë tematikën duhet të ketë zgjedhur këto detyra paraprake, dhe përsëri duhet kthehet ashtu ato detyra dhe t'i analizon edhe t'i shef globalisht nga perspektiva e zogut, domethënë si një tërësi, edhe gjatë këtij procesi ai arrin, domethënë, që ta kupton më së miri edhe pasqyrën globale të këtij koncepti. Dhe shumica e tyre parashtronin ideja shumë interesante e kreative. Mendoj se kjo shtytje e tyre prej studentit nga këndvështrimi tash i profesorit që duhet ai vetë parashtrojë detyrë, e bën atë, domethënë, që ta kupton edhe procesin edhe më mirë dy këndvështrime, e futin studentën në dy këndvështrime të ndryshme, e cila i jep edhe perspektivë tjetër, edhe më së miri edhe kupton detyrën dhe konceptin. Të kthehemi tek libri tjetër, në web programimin. Çfarë keni përfshirë në këtë libër këtu? Në web programim gjithashtu kemi përfshirë teknologji të ndryshme, cilët janë gjithë teknologjitë e mundshme, për shkak se ka shumë teknologji, edhe pse përdoren këto me burim të hapur, dhe pse nuk kemi ndonjë teknologji, domethënë, për shembull të Microsoftit ose dikujt tjetër, po kemi shkruar me platforma të hapura, pse janë ato me rëndësi, zhvillimet, domethënë, momentale në botë, dhe cilët janë teknologji tjera. Për shkak se sot kemi zhvillim edhe më të fuqishëm, mirë po gjatë rangimit mendoj gjatë akreditimit të programeve studimore, një prej kërkesave është që programet studimore të bazohen në 100 universitetet e para. Duhet të referencojmë 2 universitete në ato 100 të parat, se kanë këtë pranë program studimor, edhe duhet të përmbajnë, domethënë, brenda strukturës, po e njëjta strukturë, domethënë, haset në gati se gjithë këto universitete që janë ndër 100 të parat. Dhe prandaj edhe kjo platformë, domethënë, është zgjedhur për shkak se sqarohet procesi i akreditimit, se kërkesa dhe se cilët janë ato universitetet cilëve ne i kemi, domethënë, marrë si shembull. Janë 2, Universiteti i Oxfordit dhe Universiteti Arrowhead, tash është një universitet në Shtetet e Bashkuara, i cili është i pari ranguar për programim dhe web programim. Dhe janë në fakt të sqaruar pastaj pjesa hyrëse, platformat të cilët duhen, software të cilët duhet ta instalojnë në shtëpi studenti, problemet e mundshme gjatë instalimeve, si të evitojnë gabimet e ndryshme, për shkak se çdo herë
çdo fillestar do të ketë shumë gabime dhe cilët gabime do të paraqiten dhe si mund t'i evitojnë dhe t'i zgjedhin këto probleme. Dhe në fund, domethënë puna me to, kemi dy mënyra të punës. Njëra është pa shfrytëzim të rrethinave të specializuar të zhvillimit. Në fillim, deri në kolokviumin e parë, domethënë mësojnë çdo gjë në mënyrë manuale, mësojnë në aplikacione të thjeshta ta shkruajnë gjithë kodin vet, dhe pastaj e fusin në folder, është një folder i specializuar HTTP doc, ku i fusin përmbajtjen dhe serveri virtual i cili është instaluar e ekzekuton. Faktikisht gjithë punën e bën në mënyrë manuale, pastaj mësojnë një platformë të gatshme, e njohur si NetBeans, e cila është krijuar nga kompania Oracle dhe është përsëri falas, nuk është me pagesë, nuk është komerciale, po gjeneron shumicën e kodit në prapavim dhe nuk ka nevojë, domethënë gjithë këto folderët, në momentin kur krijohet projekti, çdo gjë ai kopjon në atë folder, mirë po shumica e punës bëhet në prapavim dhe nëse nuk e kalon pjesën e parë manualisht, tua demonstrojnë dhe shpesh nuk e kuptojnë gjithë procesin çfarë ndodh në prapavim dhe kush i gjeneron ato. Dhe krijimi i bazës është mundësuar po në NetBeans, baza e dënave komplet, domethënë gjenerimi është në brenda një vegle dhe nuk ka nevojë të përdorë vegle të tjera. Profesor, ju e cekët se keni përfshi teknologji të ndryshme në këtë web programimin. Si u sigurua që përmbajtja të jetë e përditësuar dhe praktike për studentët? Përsëri komentet e studentëve të cilët punojnë në për kompani të ndryshme dhe ta analizojmë dhe nga këndvështrimi tyre të bëjnë krahasime dhe të na japin një mendim si cila pjesë është domethënë më mirë për ta kuptuar si të tillë. Dhe mendoj se nga këndvështrimi im mësimit dhe qasjes të strukturuar në cilën sqarohen shumica e koncepteve, mendoj se inkorporimi i këtyre propozimeve të tyre, domethënë ka qenë mjaft i dobishëm. Gjithashtu është inkorporuar edhe pjesë teorike për shkak se çdo herë kur krijohet në programim edhe një aplikacion, normalizimi është një prej pjesëve kryesore. Edhe kjo është pak pjesë teorike që kishim nevojë ta inkorporojmë për shkak se çdo herë krijimi i një aplikacioni, një bazë dhënave, shoqërohet me shumë lëshime për shkak se nuk njihen konceptet teorike se si duhet të organizohet e bazë dhënave, ajo quhet normalizim, ka më shumë nivele të normalizimit dhe normalizimi deri në nivelin e tretë. The Boys Code nivelin është maksimum që ne kërkojmë për studentët dhe u sqarojmë deri në atë nivel dhe u sqarojmë pse ky aspekt shumë teorik për ato është i nevojshëm me qëllim që mos dështon aplikacioni i tyre dhe tabela bëhet domethënë shumë e ngarkuar dhe kërkimi i dhënave redundant bëhet mjaft problematik në këtë pjesë. Profesor, mund të na thoni se a keni përfshirë shembuj apo projekte që lidhen me nevojat reale të themi të tregut të punës? Po, në pjesën praktike u kemi lënë, domethënë, një listë studentëve. Lista është në fakt si sugjerimi, përsëri u kemi lënë studentëve që ato të kenë lirinë që ato ta zgjedhin ose të propozojnë një të re. Po në gjithë këto listat e projekteve, domethënë, u lihet hapësirë një listë konkrete dhe ato përsëri e zgjedhin kanë lirinë, domethënë, që të zgjedhin diçka edhe më të re ose më sfiduese sipas tyre, ose më me interes. Shpesh themi se mungon literatura teknike të themi në gjuhën tonë. Çfarë kuptimi ka për ju fakti që këto libra janë në gjuhën shqipe? Unë mendoj se ka mungesë në gjuhën shqipe dhe këtu duhet punohet më tepër. Prandaj edhe janë këto iniciativa që profesorët mos bëjnë harxhime, është t'ua njohim si PDF dhe ta kalojnë në këshill dhe të mund ta përdorin dhe njëkohësisht do të nxjerrim në faqen tonë. Literatura në gjuhën shqipe është e nevojshme për shkak se shumica e studentëve nuk kanë, se ne kemi mundësinë, domethënë, që të studiojnë edhe në gjuhën angleze, edhe në gjuhën maqedone, domethënë universitarisht në 3 gjuhë. E vërejmë se në studime deri diplomike nuk ka interes për studim në gjuhën angleze. Dhe shumica e tyre nuk e njohin gjuhën angleze deri në atë nivel ku do të kishin përdorur literaturë në gjuhën angleze me qëllim që të studiojnë. Dhe kjo është një ndihmë mjaft e madhe me qëllim që ti kuptojnë konceptet më së miri. Nëse përdorin literaturë në gjuhë të tjera, normalisht edhe nuk i kuptojnë më së miri dhe normalisht nuk mund të arrijnë deri te një njohuri e mirë të koncepteve të dhënë. Literatura në gjuhën amtare, domethënë, është patjetër dhe mendoj se duhet pasurohet dhe duhet iniciativa tjera
të ndërmirë me qëllim që të krijohet, domethënë, një bazë më e madhe e literaturës në gjuhën shqipe, sidomos në fushat teknike, në informatikë edhe të tjerë. Në informatikë është problemi edhe më i madh për shkak të dinamikës së madhe të zhvillimit të shkencës. Shumica e teknologjive pason ndryshime dhe kemi edhe platforma të ndryshme që nuk janë kompatibil. E njëjti prodhues për në verzion nuk është kompatibil i njëjti software me tjetrin. Një prej tyre është Unity, i cili është mjaft përdoret për programim të lojrave, dhe sfera e zbavitjes është një prej sferave më komerciale dhe më tepër programues kërkohen në këto sfera. Aty shohim se kjo platformë çdo verzion tjetër, projekti i hapur me verzion të mëparshëm ka probleme, domethënë në versionin e ri të kësaj platforme. Dhe ky jo kompatibilitet për në verzion është një problem tjetër. Dhe nuk mundemi çdo verzion të ri i cili deri çdo 6 muaj ta ndjekim dhe ta paraqesim. Mirë po është mirë domethënë në suaza të lëndëve, domethënë sidomos atyre të cilët janë konceptual, të ekzistojnë dhe të ketë një literaturë përfshirëse në gjuhën shqipe. Profesor, mund të na thoni se si ndikon përdorimi i gjuhës amtare në formimin e mendimit shkencor tek studentët e informatikës? Mendoj se shumica e studentëve literaturën në gjuhën shqipe, domethënë, e preferojnë dhe normalisht krijojnë një nivel më të thelluar të njohurisë, sesa që do të kishin krijuar nëse shfrytëzojnë literaturën në gjuhën angleze ose ndonjë literaturë në gjuhë tjetër. Dhe ka një impakt, domethënë, më të madh te ato dhe mënyrën, domethënë, e të menduar dhe qasjes në problematika të ndryshme. Prandaj mendoj se duhet zhvillohet, domethënë duhet përkrahen në të ardhmen edhe me mënyra tjera. Edhe si të themi, të motivojmë gjeneratat e reja që edhe ato të fillojnë, domethënë, të shkruajnë edhe të punojnë në literaturë, krimin e literaturës në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe. Zakonisht e dim që terminologjia teknike janë në gjuhën angleze. Sa jeni munduar që t'i përshtatni ato në gjuhën shqipe, apo thjesht i keni lënë që t'jenë në gjuhën angleze për ta kuptuar, të themi, edhe studentët? Shumë pyetje e mirë. Çdo student u tregoj se ne në gjuhën shqipe kemi në fakt dy terminologji, domethënë literatura e cila vjen nga Kosova ka një terminologji tjetër, literaturën të cilën e marrim nga Shqipëria është terminologji tjetër, unë mundohem të ngërthej të gjitha, edhe plus edhe në anglisht. Terminologjia kryesore, akronimet kryesore që përdor në gjuhën angleze, në fund përmenden ato. Domethënë i përmendim gjithë opsionet, domethënë e mundshme, dhe në vetë libri janë përmendur, domethënë çdo herë mundohem edhe në gjuhën angleze ta lejmë terminologji që nesër mos befasojnë se shumica e punëve janë në kompani të jashtme, në punë të cilët do ndërlidhen në projekte ndërkombëtare dhe mos befasojnë se spaku ta kenë dëgjuar atë fjalë ose akronim edhe në gjuhën angleze. Edhe në gjuhën angleze, domethënë ti kanë ju e cekët që ti kanë të gjitha termet pak të njohura. Ne mundohemi gjithë termet, domethënë edhe termet nga literatura që vjen nga Kosova, literatura që vjen nga Shqipëria, gjithë i kemi përmendur edhe ato edhe në gjuhën angleze, domethënë shumica e termeve si përdoren në çdo koncept kryesor. Si është pritur, si janë pritur këta dy libra, dy botime nga akademikët, nga kolegët tuaj, por edhe nga studentët? Mendoj se janë pritur mjaft mirë dhe nga studentët tash presim pas promovimit që t'i përdorin dhe të marrim edhe një feedback më detajuar. Po besoj se do t'u pëlqejnë dhe sidomos kur e kanë në formë të librit është më e preferuar se sa në formë digjitale. Për momentin materialet i kanë në forma të ndryshme digjitale, pjesë të ndryshme, mirë po përsëri preferojnë librin si burim të mësimdhënies sesa ato forma digjitale. Sado që t'jetë libër që ka të bëj me IT, me teknologji, me kompjuter, po përsëri teoria duhet të jetë, edhe pse kjo punë do më shumë të themi praktik, po përsëri kemi nevojë për një libër. Mendoni në të ardhmen të botoni edhe më tej libra për të themi për nxënësit e shkollës së mesme, se e dim që ka mungesë të librit në pikërisht në këtë fushë të informatikës? Po, unë për momentin mundohem që të rrumbullaksoj tash edhe në studimet e magjistraturës, edhe 2 lëndë në cilat unë jam i angazhuar, dhe një lëndë tjetër në deri diplomik, dhe me këto 5 libra, domethënë ti rrumbullaksoj lëndët ku unë i ligjeroj, kam materiale mjaft në këto 9 vite që dhe
vitin tjetër, vitin e 10, dhe më thonë të përfundoj edhe ato 3 libra tjerë. Dhe të rimbullaksoj, dhe më thonë këto 5 lëndet ku unë jam i kyçur, dhe më thonë në mësimdhënie, e më vonë të kontribuojmë dhe në literatura tjera. Në literatura tjera. Mund të na thoni se këto libra për cilët student të vitit të bëhet fjalë që mund... Këto hyrën në programim, flasim për student vitit parë, semestri parë, dhe më thënë është sa fillojnë me studime, dhe programimi është semestri tretë, dhe më thënë vitit dytë, sa fillojnë semestri parë i vitit dytë, dhe librin e tretë, të cilën e kam gatë, dhe më thënë në përfundim është Inteligencë artificiale, shkencët dënave, është semestrin e parë në magistraturë. Dhe libri tjetër është Web Inxhinieria aplikuar, softverike, është në master gjithashtu semestri 2. Dhe këto janë, domethënë, ato kryesore dhe inxhinieria softverike në deri diplomik. Mendoni edhe në të ardhmen që të bashkëpunoni përsëri me studentët për të parë nga afërt se çfarë kërkohet tek studentët, çfarë dojnë ata edhe në libra tjera? Po, patjetër, unë mendoj se kyçja e studentëve, sidomos ato alumnit të diplomuar, është të japin një pasqyrë shumë interesante dhe të dobishme, shkak se në fund ne për ato i dedikojmë dhe patjetër që mendimi i tyre spaku për mua shumë e rëndësishme, që të rrisim domethënë nivelin e përdorshmërisë të librit, që të jetë adekuat sipas kërkesave dhe mendimit se çfarë atyre u duhet, domethënë në punën e tyre profesionale. Sa do t'ju ndihmoj këta 2 librat studentëve? Tani unë mendoj se do t'u ndihmon mjaft, se qasja në libër është përsëri në mënyrë më e lehtë dhe më mirë mund mëson se prej formave digjitale. Jo çdo herë ka kompjuterin para vetes, mobili nuk është praktikë shumë i vogël si ekran, dhe lodhen edhe syt mbas një kohe. Përsëri mendoj se libri do të ngjelet si një prej mjeteve kryesore për edukimin e gjeneratëve të reja. Edhe pse bëhet fjalë për fushën e informatikës, por përsëri libri do të ngjelet. Përsëri, po, edhe unë spaku preferoj që nëse duhet mësoj diçka ta kem në formë të librit. A mendoj se edhe studentët nga këndvështrimi i tyre shpesh e komentojnë këtë, se ato më së miri mësojnë prej një libri sesa prej formave digjitale. Profesor, mund të na thoni në fund se cili do të ishte mesazhi juaj për studentët, por edhe për të themi për profesorët të cilët ligjerojnë të njëjtën në lëndë si ju në fushën e informatikës, se çfarë duhet bërë në këtë drejtim? A duhet të kemi më shumë të themi libra pikërisht kushtuar kësaj fushë? Po, unë mendoj se duhet ketë, pse jo, edhe në web programim, për shkak se ka edhe teknologji tjera të ndryshme. Po edhe nga kjo është mirë që edhe profesorët tjerë, domethënë sidomos gjeneratët e reja, edhe ato mënyrën se si ato e mbajnë lëndën e vet, edhe ato ta nxjerrin në libër. Domethënë ti rrumbullaksojnë gjithë eksperjencat e veta në një libër, me qëllim që edhe studentët përfitojnë nga kjo, për shkak se eksperjencat e tyre dhe inkorporimi i gjithë këtyre ideve dhe pjesëve praktike, sidomos kreativitetet dhe detyrave sfiduese u tregua si mjaft e rëndësishme për studentët, po sidomos edhe përshkrimi i projekteve dhe detyra praktike, ku kërkohet nga ato që të demonstrojnë cilët prej gjithë kësaj që kanë mësuar tash të tregojnë çfarë mund të bëjnë realisht dhe praktikisht me këto njohuri. Me këto njohuri. Ju faleminderit edhe një profesor që ishit të pjesë e emisionit Ritmi i ditës, po kësaj radhe ku kemi folur, kemi biseduar për libra, sapo keni votuar, nuk kemi folur për punën e universitetit si një rektor që bëni, po besoj që jeni shkëlqyer në atë punë që bëni, sadopak shohim lidhur edhe aktivitetet që i shohim pikërisht në universitet. Faleminderit. Shikues të nderuar, shkojmë një pikë muzikore dhe rikthehemi sërish në studio.